أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Vëllezër të ndershëm, ne edhe më tej vazhdojmë të jetojmë me jetën e njeriut më të dashur të Allahut Azza wa Jall që ecin sipërfaqen e tokës. Pra me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Dhe treguam desin e kaluar mbi disa qaste të dhimbshme që pejgamberi Allahut që ish në rini i përjetoj. Dhe treguam se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam lindi në këtë botë dhe si të ballit të tij nuk e pan prindin dhe babën e tij, nga se lindi jetim. Në moshën 6 vjeçare pejgamberi Allahut përshëndetet gjithashtu me nanën e tij. Dhe ngel pejgamberi Allahut në dorën e nanës së ditë të tij, siç e quante ai Eimenin, bashkëshortën e Zeid ibn Harith që do të bashkohet dhe do të martohet një ditë dhe ta lindin një gjallë që i pari komandant në këtë moshë të rinis 18 vjeçare, ushtar ta ketë Ebu Bekrin dhe Omerin, Usame ibn Zeid. Ngel pejgamberi Allahut në rrugë. Nëse ka ngel dikush në rrugë në dorën e mëshirës dhe përkthjeljes të qerëve, dije se Muhammedi, mësuesi njerëzimit, ka qenë i tillë. Kujdeset Abdul Muttalibi, gjishi i tij, mirë po nuk kalojnë vetëm 2 vite dhe vdes edhe ai. Dhe pejgamberi Allahut qishtë 8 vjetë ngel në dorën e xhaxhait të tij, Ebu Talibit. Xhaxhai i tij aq shumë e ka dashur pejgamberin Allahut, para mendon e vëllezër, 40 vjet, 20 vjet ka sakrifiku për pejgamberin Allahut deri në vdekje, megjithatë se ne ka fitu xhenet. Nuk ka pas diken që Ebu Talibi e ka dashur më shumë se Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Dhe nuk njeh njerëzimi historia që dikush ka sakrifiku për dikan më shumë se Ebu Talibi për pejgamberin Allahut. Bojkoti në Mekë ju ka bon fisit Beni Hashim te kampi i Ebu Talibit dhe ka zgjat 2-3 vite. S'ka martes, s'ka me dhënë vajza, s'ka me morë vajza, s'ka me shit, s'ka me ble, derisa Ebu Talibi është detiru me ngron gjethe.
Parat, nëse kuptoni këtë, do ta kuptoni një çast të çuditshëm. Ku Ebu Bekr Siddiku bashkë me pejgamberin Allahut e çlirojnë Mekën. Dhe baba i Ebu Bekr Siddikut ende s'pat kalu në Islam. Para mendone sa vite, 20 vjet në Islam Ebu Bekri tharet, baba Ebu Bekrit ende jo musliman. Dhe pasi të çlirojnë Mekën, don Allahu Azza wa Jall ta gëzon Ebu Bekrin. Dhe do të shpëton Allahu Azza wa Jall babën Ebu Bekrit, Ebu Quhafa. Dhe Allahu ja zgjeron gjoksin babës Ebu Bekrit, Ebu Quhafës. Dhe sjell Ebu Bekr Siddiku babën e vet te pejgamberi Allahut që ta deklaron Islamin. Para mendon e njëri për neve, si cili për neve, me pas një prind tillë dhe din fort mirë se me vdek në çat gjendje as dua s'e ban për ta. Mirë po don Allahu për një çast i ndryshon gjendje. Dhe ven baba e Ebu Bekrit, kur e shef pejgamberi Allahut, thot ja Ebu Bekr, thot baba im ka marrë iniciativën vullnetare me pranu Islamin. Tha ja Ebu Bekr, pse ke mundu plakun na kishmi ardh te baba jot? Tha jo ja Rasulullah, se ti je ma meritor me ardh e ti se ti më shku te dikush. Pastaj ja nis me qajt Ebu Bekr Siddiku. Lotët e gëzimit ishin këta apo lotët e pikëllimit? Qanë Ebu Bekr. Dhe pejgamberi Allahut thot ja Ebu Bekr, pse po qanë? Tha ja Rasulullah, ta pasha Allah, unë ta kisha pas qef në vendin e babës tem t'ishte konën agja jot Ebu Talibit. Vendin e babës tem, që ka ardhur çasti me gëzu zemrën e pejgamberit Allahut, ta kisha pas pasha Allahun që janë shnjat, kishte qenë Ebu Talibi, nga se e di se ta gëzon të zemrën tonë pa mos. Për nuk ka pas sen që ka dash pejgamberi Allahut ma shumë se sa ta pranon Islamin Ebu Talibi. Derisa kur vdiq Ebu Talibi, pejgamberi Allahut insistoi ta thojë shahadetin, mirë po ai insiston që të vdes në traditën, në zakonin dhe në fen e pleqve të tyre. Çka tha pejgamberi Allahut? Pejgamberi Allahut qajti dhe tha, prap kam u lut për ty derisa Allahu nuk më ndalon. E di çka ndodhi? Allahu ja ndaloi. Allahu zbret në Kur'an ajete që nuk i takon muslimanit për mu lutën pasi vdesë jo muslimani. Haram ndalu. Veç një rast për jashtim ka pas. E di kush për ka? Ibrahimi për babën e vetë, që ja ka ndalu Allahu Azza wa Jall të lutet. Për atë pejgamberi Allahut atë shumë u mërzit e atë shumë u brengos derisa e shifte vetën si kur Musa fajtor. A thu zbona boll për këtë njeri, a sa boni aj për mu. Se pejgamberi Allahut e ka pas një zakon që nëse i ka bon dikush mirë, s'ka pas qef me shku në ahiret pa ja kthit mirën me të mirë.
Allahu Azza wa Jall zbrit ajete për gdhelse dhe i thot: innaka la tahdi man ahbabt walakin Allah yahdi man yasha. Jo Muhammed sallallahu alaihi wasallam, mos u përgës, se ti s'ke mundësi me uzu atë që don, pa Allahu e uzon atë që don. Pra uzimi im dhe joti kanë pas ka qenë me dëshirën time, me dëshirën tonë, apo me dëshirën Allah? Me dëshirën Allah. Thuaj elhamdulillah. Tash e ka pas zakon pejgamberi Allahu se nëse njëri ka bën mirë, me ja kthi me të mirë. Dhe pe përmbyll këtë fjalim se kam cenzura shumë. Megjithatë, një çështje ta kuptojmë se kush ka qenë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi Allahut kejtëve gjithëve që i kanë bërë mirë, ja ka kthi me mirë, dhe ja ka mundsu Allahu me ja kthi përveç e njëri. Veç njëri s'ka mund. Ai është Abu Bakr Siddiq. Abu Bakr Siddiqut, pejgamberi Allahut, se një ka kompenzu sakrificën e tij. E ka lënë që Allahu t'ja kompenzojë në ahiret. E pse pejgamberi Allahut e mbështjelli Abdullah ibn Ubej ibn Selulin me këmishën e vet, kokën e munafikëve, kur vdiq e që finosi pejgamberi Allahut me këmishën e vet. A dini përse? Se agja i vet Abasi, kur e pranoi Islamin betër, nuk ish këmish, dhe asnjë këmish nuk i bante përveç se këmisha Abdullah ibn Ubej ibn Selulit. Dhe i hek këmishën e jep agjës pejgamberit Allahut, dhe pejgamberi Allahut e ndron të venin një ditë që gjithashtu t'ja jape këmishën e vet që ja kompenzojnë dunjo, që mos lipe asgjë në ahiret. Para transmeton Abdullah ibn Omeri, këtë hadith e kanë nxjerrë Ibn Majah, Imam Hakimi dhe disa të tjerë. Thot pejgamberi Allahut, kur ka shku në gostin dhe një fshat, kanë bon derë, ka thonë, ku të kalojsh ka unë në Medinë, mos lip kolan të dikush qëtër vesh dhe unë. Dhe kje nda ku buj fshatarë, kur ka në Medinë ka shku të pejgamberi Allahut. Dhe pejgamberi Allahut i ka bon derë si kuraj që i ka bon derë. Dhe pastaj kur a këqu të dera me shku me përcel, ka thonë, a ke nevoj për diçka, o zotni, a duhet diçka? Ka thonë, po, o i dërguri Allahut. Të ma kishe dhonë një deve që të kthena me ta, dhe një 10 ameli ata. E pejgamberi Allahut bosqeshët kthehet ka këtë sahabët dhe i thot: as mundi dhe njëri prej jush të jetë si kur plaka e Beni Israelëve? Ta pranish me thënë Resulullah, kusha plaka e Beni Israelëve? Qa puna sot? E ndëgjoni. Ndëgjoni plaka e Beni Israelëve në moshën 80 vjeçare, kur ju dha rasti me lip çka lipke. Tha Jusufi a.s. djali Jakubit. Ta kur ka vdek në Egjipt. Dhe në shtratin e vdekjes kalon një testament, Jusufi a.s. I ka thonë Beni Israelët me prejardhe për Palestinë: nëse Allahu ja mundson juve mu kthi një ditë në Palestinë, kam qef që trupin tem, eshtrat e mia të mi mirë një piktu të mi qoni në Palestinë. E nëse po më i tregojmë pse bashkë, kam pas qef për nga mërë të më vorosë që gjë. Mi mirë një eshtrat kështu shprejë në këtë transmetim. Ka thonë dietarët, eshtrat e ka për qëllim të trupin, se trupat e pejgamberëve, si pas një transmetimi, Allahu ja ka bon haram tokës që ti tretë. Dhe Musaj a.s. me Beni Israelët kthehet nisët për Palestinë e hupin udhën.
e hupin rrugën. Kështu thot pejgamberi Allahut. Dhe njeri kur t'i ndodhet dhe një telashe duhet me korrigju vetën me spoj. I mledh dietarët e Ben Israilëve thot, si ka mundësi në me hupudhën. Ne kena ndru mu këti Palestinë. Këto ka pëballarëve tonë, vendlindja e stërgjishve tanë, me mleketi jonë, si ka mundësi në me harru. Ulemat e Ben Israilëve si kanë bon qef udhejtëseve qeveritarëve, po i kanë thonë, na kena dalashit, kena rashit dikun, na kena lonë mangët diqka. E njoni t'i kujtot, atërë thotë Musa i po, e kena lonë pas dore testamentin e vllavit tim Jusufit. Jusufit, a.s. e kena arru me morë kufomën e ti me vetë. E Musa i pyet dhe thot, kush është cili për ju që dinë se ku e ka varrin? Se Musa i se ka ditë, ku e ka varrin vllavi im Jusufi? Thanë vëllah, këta mund me ditë vish një plak, ma sjell një plak. Kur vlen një plaka, para Musa i thot, oj loke thot, na kena një testament, një emanet e kena arru, na duhet gjithçis që me morë me vetë. A ka mundësi me në tregu ku gjendet varri vllavit tim Jusufit? Tha, unë e di ku ama për mi ju ka tregu, tha, ju duni me mi plëcu kushtet. Plaka po di? Një e rasti të ven? A të ven rasti për ditë me li? Tha, oj gloke, tha, qëfar kushte ki jetit, qëfar kërkesat? Tha, ja Musa kam qef, tha, mu konë gjenet me ti me një pozitë. A ju dha rasti me lip, po të lipsh videos. Dërsa në shka lipmi, o zot, si t'jo, ku donë nota e kadrit, një nuze me letra. Po pse si ki thonë një nuze me pare dhe kryet punë? Ti letrat për pare kjo, thoi direkt me pare. Pra vledhe të ndërshëm, thot pejgamberi Allahut Musaj, zdeshti me adhonë premtimin. Unë pejgamberi Allahut se di be mu që ka bon, unë qishë Allahu dërgon Gjibrilin a.s. Dhe i thot që ja Musa plotësoja kërkesën kësaj loke kejt plak. Thot inshallah me mund gjennet me një pozit. Ta hajdi mësë. Hajdi mësë. Ta hecëm as kësaj loke, deri sa arritëm me një vend, me një oazë, apo në i qenë bëqil, apo ta hekën e ujim, e hekëm ujim. Ngrin e gritëm. Kur dul kofoma gjenazja Jusufit a.s. bito, na usjaru rruga, e gjetëm udhën, e gjetëm defekt. Pejgamberi Allahu çka deshti me thonë me këtë? Tha, nëse ju i për të rasti me lip mëre gjennet, lip gjennet, për çka se kejt ato paket dunjoja shkon me ta. Dhe me këta përfundojnë, tha njoni hinë në restorant, edhe sigurisht njoni ishte kon me indir nga të muë, edhe kam rejtë dhe unëni. Ta ka mundësi ta një salat me tona, salat, ja përën salat, ki qetërin e tonë, kupton, ta unëni. Ta ka mundësi një biftek, ka mundësi. Para se me përën tha biftekin salatën, ja përënën. Ki hiq më rëslipi salat, ja përënën salat. Këti me salat me, ki edhe salat, edhe biftek. Edhe pe pyt këta dhe po thot, që shterbe salata pa e lip, o tha që shtu është edhe akireti. Lip e biftekin akireti, salata shkon komplet me ta. Lusim Allahun Azza wa Jall që Allahu Azza wa Jall na ban prej atinve të cilët dim me lip, dim me kërku, dhe lusim Allahun Azza wa Jall që Allahu na njofton me pejgamberin Allahut me jetën e tij, që ta arrim kulmin e dashurisë së tij. Wa aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.